E pra të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin këtu në kanalin Monitor TV. Faleminderit shumë që po na ndiqni dhe po na bëni subscribe. Mos harroni, vetëm këtu poshtë klikoni subscribe edhe ne jemi këtu me ju gjithmonë duke dhënë lajmet më të fundit. Tani do ndaloj pak në një analizë që në fakt unë arrita të kuptoj tek loja e Labinot Reçës. Labinoti ndikohet nga duartrokitjet e Prime-it, ndikohet nga surpriza që bëhen për banorët dhe nga mënyra se si opinionistët flasin për banorët brenda në shtëpi. Mbrëm suporti nga ana opinionistëve e kishte Londrimi dhe Klodiani dhe Labinoti sot zgjodhi pikërisht ta nisën ditën dhe luftën me Londrimin. Do të thënë Labi gjatë gjithë natës lufton për të qenë ditën tepër i lëvizshëm dhe tepër i gjallë. Do thoni pse? Tani ai mbrëm ka bërë një analizë, me aq sa unë arrita sot kuptoj. Do thënë ka analizuar dhe sot e nisën ditën me Londrimin. Por e nisën ditën me Londrimin me ofendime. Do thënë Labi nuk ka loj, Labi ofendon dhe kjo nuk është loj. Ai e quan Londrimin femër, ti Zotit ka dhënë mashkull, pse po vallëzon si femër? Ti nuk je femër, pse sillesh si femër, ndërsa Londrimi e ka këtë mënyrën që nuk e ofendon, por do me thënë i bën lëvizje që Labin ta çon më së shumti në acar. Dhe acari më i madh i Labit, do me thënë e krijon atë luftën e madhe brenda shtëpisë së Big Brotherit që më pas do me thënë Labi ndoshta ndodh që edhe mos mundet të kontrolloj veten dhe emocionet e tij dhe mund të plasën në një agresion shumë të madh. Lufta tani ka nisur, unë jam i bindur që prej sot deri të hënë Labi do të grindet vetëm me Londrimin që do me thënë ta kapën Prime-in dhe të diskutohet në Prime sepse një herë i tha që e ofendoi pafund, do me thënë e quajti homoseksual, qa nuk e quajti dhe pastaj do me thënë i kërkoi falje në lavanderi Londrimit, por tani Labi bën po të njëjtën gjë, do me thënë dikur e quajti homoseksual dhe i kërkoi falje, tani e quan femër dhe nuk, do me thënë nuk ka asnjë lloj problemi sipas Labit. Do me thënë e shoh lojën që e bën pak me inat, nga që ndoshta e ka pak me xhelozi pse opinionistët po lëvdojnë Londrimin apo po lëvdojnë Klodianin, ndoshta mund ta shikon veten si fitues, por realisht unë nuk e shoh veten fitues, do me thënë veten të Labit nuk e shoh fitues, sepse Labi aq shumë e ofendoi sot Londrimin sa që i tha që meshkujt si femra do me thënë nuk mund ta fitojnë Big Brotherin. Dhe kjo është një ofendim që me patjetër Londrimin e prek, e lëndon sepse nuk ka të drejtën që ta ofendon dhe mua nuk më pëlqen në fakt që Labinot Rexha ka zgjedhur lojën e ofendimeve. Kam apeluar gjithmonë që familja apo shoqëria e tij apo rrethi i tij që e suportojnë dhe e mbështesin t'i dërgojnë të paktën një dron që ai ta ndryshon këtë lojën. Unë besoj që Labi ka një zgjuarsi. Besoj që Labi ka një intelekt. Nuk është ky Labi që në fakt ka përzgjedhur ta shfaqën veten në Big Brother. Ai nuk e kupton që po të rëmbeu Big Brotheri të nxjerrë më të keqen tënde. Dhe po ta shikojmë që nga Prime-i dhe ditët në vazhdim Labi lufton dhe luan vetëm me xhelozi. Labi nuk ka asnjë moment brenda asaj shtëpie të lumtur dhe me pozitivitet. Por do të thënë e ka atë xhelozinë, e ka atë inatin, e ka atë urrëtitjen që o ta fitoj se s'bën këtë Big Brother ose plas. Big Brotheri nuk fitohet ashtu. Big Brotheri ka strategji. Siç duket Labi ka ngatruar strategjinë dhe kjo në fakt atë e bën që ai të ndjehet në presionin e lojës dhe loja ta rëmben Labin nga brenda. Do të thënë Labi ka humbur veten e tij, ka humbur njeriun e tij brenda në lojë. Sepse derisa arrin deri në këto ofendime kaq të rënda, mendoj që loja e Labit nuk do të jetë aq e gjatë sepse kanë frikë që do t'i ndikon në aspekt të rënd psikologjik dhe Labi edhe mund të godet banorët brenda asaj shtëpie, ndërsa Londrimi me lëvizjet e tij, unë e kam thënë është më i përgatitur për këtë lojë dhe më së shumti mund ta gjej veten.